Shikues të nderuar, ju përshëndes. Jemi zyrtarisht në pranverë dhe lidhur me luhatjet e motit dhe si parashikohet të jetë muaji prill në situatën meteorologjike, do të kem nderin të zhvillojmë një intervistë me përfaqësuesin e Institutit Meteorologjik, zonjën Anjera Gjoni. Gjoni, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit. Cilat janë parashikimet kryesore për situatën meteorologjike sa i përket muajit prill? Paraqitet një tablo mikse, le ta quajmë, për sa i përket kushteve të motit për muajin prill, aq sa mund të themi për sa i përket parashikimit afatmesëm, dhe presim që të jetë një muaj i cili do të ketë alternuara fillimet dhe vranësira, duke gjeneruar dhe rreshje të her pas hershme. Do të jetë një muaj që nuk do duhet të heqim çadrën, le ta quajmë kështu, nga çanta, pasi do të kemi rreshje të her pas hershme. Java e parë nisi me rreshje në formën e shiut, pra, ndërsa presim që edhe përgjatë ditëve të mbetura të javës të kemi rreshje të dobta për sa i përket pothuajse të gjitha qarqeve. Qarku i Vlorës për ditën e sotme dhe nesër presim që të kemi rreshje të dobta që lokalisht shkojnë deri mesatare, ndërsa në pjesën tjetër të qarqeve rreshjet do të jenë të dobta. Do të vijojnë rreshjet në formën e shiut edhe për ditën e premte dhe edhe për gjatë fundjavës. Në fundjavë do të kemi në zonat malore në veri të vendit, do të kemi prezencën edhe të rreshjeve të dëtborës, por bëhet fjalë për zonat malore, pra që janë mbi 1000 metër. Nuk shohim problematika të shtuara për sa i përket rreshjeve. Ajo që unë do të theksoja, ngelet java e dytë e prillit, data 7 me 14, presim që të jetë një javë me mot më të ftohtë se sa e kemi përjetuar për gjatë këtyre ditëve, e kemi hasur pra, pasi do të presim që të kemi dhe rënjën e temperaturave. Vlerat minimale të mesatareve të temperaturave pra të ajrit, temperatura e natës, siç e quajmë ndryshe, presim që të ketë një rënje graduale gjatë këtyre ditëve, dhe më pas javën që vjen do të jetë dita e hënë, ajo që shënon edhe një rënje më të theksuar për sa i përket temperaturave dhe do sjellë dhe ftohjen e motit. Sa i përket temperaturave, si do të ndryshojnë këto të fundit krahasuar edhe me normalitetin e temperaturave? Për gjatë këtyre ditëve kanë nisur me temperatura më të larta sesa mesataret shumëvjeçare për muajin prill. Kemi hasur temperatura të cilat kanë regjistruar për gjatë këtyre ditëve dhe 20 gradë, çka do të thotë se janë mbi mesataret shumëvjeçare. Po flasim për vlerat e maksimaleve, për temperaturat e ajrit, por do të vinë në rënje graduale për gjatë ditëve. Ditën e enjte, datën 3, presim që minimalet në Bregdet të shënojnë 12 dhe maksimalet 17, në zonat e ulta minimalet 10 dhe maksimalet shkojnë deri në 19, ndërsa në zonat malore minimalet 4 dhe maksimalet do të shënojnë deri në 13. Për ditën e premte, presim një rënje prej të minimaleve me 1 gradë, ndërsa të maksimaleve prej 2 apo 3 gradësh. Sërish ditën e shtunë do të shënoj një rënje tjetër të temperaturave me 2 gradë. Dita e diel sërish shënon një rënje tjetër për sa i përket temperaturave me 2 gradë të tjera, çka do të thotë se do të vijë një rënje graduale pra e temperaturave. Pak më parë theksove se do të ketë rreshje shiu në këtë periudhë. Mund të themi që mund të jenë rreshjet më intensive krahasuar me gjithë muajt e tjerë të vitit, pra do të ketë rreshje intensive të shtuar vetëm në këtë periudhë? Jo, nuk presim që për gjatë kësaj jave të kemi rreshje intensive. Rreshjet, siç e thash dhe në fillim, do të jenë të dobta dhe lokale për gjatë kësaj jave. Nuk shohim problematika të shtuara për sa i përket intensitetit të rreshjeve, duke qenë se do jenë të dobta dhe lokale. Qarku për ditën e nesërme, qarku pasditja pra e sotme dhe dita e nesërme, në qarkun e Vlorës presim që rreshjet të jenë të dobta, por lokalisht shkojnë deri mesatare. Nuk shohim problematika të shtuara sa i përket këtyre rreshjeve, pavarësisht se lokalisht shkojnë në intensitet mesatar. Ndërsa pjesa tjetër e territorit vijon të mbetet në ndikimin e rreshjeve të dobta dhe lokale të dobta. Pra do të jenë rreshje shiu duke përcaktuar kështu, le të themi, atë shprehjen tradicionale plakat e prillit, apo jo?
Nuk mundemi me fakte shkencore ta vërtetojmë këtë pjesën e thënjes të cilën e dëgjojmë shpesh si plakat e prillit, por është një destabilitet apo s'kemi stabilitet për sa i përket kushteve atmosferike në këtë periudhë, duke qenë se është stin tranzitore për vera, dhe sigurisht që mbi vendosja e masave të ftohta me ato të ngrohta duke i lënë vendin njëra tjetrës derisa të vendoset stabiliteti i masave të ngrohta ajrore që vinë në stinën e verës, ndodh gjithmonë në këtë periudhë që ne të kemi edhe reshje, të kemi dhe më të kthjellët. Nuk përjashtohet mundësia që mund të kemi dhe breshër për javët në vijim, por përsa i përket kësaj jave, nuk shohim që të kemi problematika të shtuara përveç pjesës së uljes së temperaturave dhe ftohjes së motit. Po sa i përket erërave, si mund të paraqitet situata në muajin prill nëse mund të kemi një panoramim të shkurtër? Nëse i referohemi kësaj jave, nuk gjatë këtyre ditëve, pra duke nisur nga sot edhe në vazhdim, nuk presim që të kemi problematika për sa i përket erës, do të jetë ditën e diel, ndoshta që do të fillojë të shkaktoj problematika, pasi do të kemi forcim të përkohshëm të erës, por është akoma shpejt ndoshta për të ndalur në gjëra më shumë teknike. Për gjatë ditës së sotme, të njëjtën, premten, të shtunën nuk shohim problematika lidhur me elementin e erës. A do të kemi periudha të ngrohta dhe në cilat zona mund të jenë? Po, dy javët e dyta, java pra e 3 dhe 4 të prillit, presim që të jenë me kushte më të favorshme për sa i përket të paktën temperaturave, pasi do të vinë në rritje graduale dhe do të jetë më i ngrohtë. Sigurisht që do të ketë ditë me diell, pasi presim që vlerat e temperaturave dhe për sa i përket rreshjeve të jemi në normë. Sa të sakta mund të jenë parashikimet meteorologjike duke ditur që muaji prill është i lëkundur disi në parashikimin e motit, pra në situatën meteorologjike? Është i ndryshueshëm. Sigurisht që modelet e parashikimit kanë atë sigurinë e vet, pra kanë një përqindje sigurie për sa i përket afërsisë me realitetin apo të vërtetën, por sa më afatshkurtër të jetë parashikimi, aq më shumë i afrohet realitetit dhe aq më shumë pra mund ta quajmë që e gjen atë çfarë do të ndodhi, realizohet ajo çfarë ne parashikojmë. Në parashikimin 5 ditë dhe 3 ditë ne i afrohemi më shumë, pra modelet, sigurisht dhe interpretimi i ekspertëve është gjithmonë më i saktë, ndërsa sa më afatgjatë të jetë parashikimi, rritet dhe ai marzhi apo zvoglohet përqindja e sigurisë së modeleve apo edhe i ekspertizës së ekspertëve tanë. Po sa i përket rajonit Anira? Ndodhemi pothuajse në të njëjtat kushte atmosferike të paqëndrueshme dhe është përballur dhe rajoni me situata me rreshje. Në Greqi kemi patur situatën më problematike për sa i përket ashtu siç e kanë raportuar dhe agjencitë e huaja, pasi ne nuk mundemi si institucion të flasim për shtetet e tjera, pasi mbajmë përgjegjësi vetëm për vendin tonë. Ata janë përballur me problematika të shtuara, siç e kanë raportuar edhe media, ndërkohë që në pjesën tjetër shohim një stabilitet për sa i përket motit, paktën në ditët në vijim. Sa e rëndësishme është që qytetarët të ndjekin parashikimet e motit gjatë kësaj periudhe? Është shumë e rëndësishme pasi merr një informacion shtesë dhe mundet që të ruhem në momentin që shohim problematika lidhur me kushtet e motit, pasi jo në çdo moment edhe shiu domethënë nuk përkthehet në momentin që ne parashikojmë të kemi rreshje të dobta, nuk është se mund të shfaqen gjithmonë problematika. Ka momente të caktuara kur rritet rreziku i cili vjen nga këto kushte të motit të cilat ne parashikojmë, por i rëndësishëm është sepse jep informacion për sektor të ndryshëm ku mundet që moti të shkaktojë problematika, ose në të kundërt, kur ka kushte të favorshme, ju jep edhe lajme pozitive ku ata mundet të zhvillojnë, nuk e di, biznesin, përditshmërinë, rutinën. Pra, moti është i lidhur me shumë sektor të ndryshëm, duke nisur që nga shëndeti, infrastruktura, bujqësia, preken, le të themi, të gjithë sektorët me radhë, shkojnë zinxhir.
Krahasuar me vitin e kaluar, për aprillin e vitit e kaluar, ky muaj prill i këtij viti do të jetë me reshjen më ndryshe se viti i kaluar, pra temperaturat janë më të ngrohta apo më të ftohta se viti i kaluar, se prilli konkretisht. Pra ka një ndryshim? E drejtë, nga ajo për të dalë në analiza dhe për të bërë krahasimet mes muajve, duhet që ne të presim të mbarojë muaji, të shohim realisht se si ishte situata, marrim monitorimet nga terreni dhe gjithmonë analizat e krahasimeve i ndërtojmë mbi të dhëna reale të matura në terren. Nëse flasim a priori në bazë të parashikimit, si parashikohet që të jetë muaji prill, nuk japim një analizë reale të asaj çfarë vërtet për shembull ndodh. Megjithatë, në kushtet që jemi, duke u nisur nga ajo çfarë parashikojmë, presim që të jetë një muaj me temperatura mbi mesataret shumë vjeçare, ashtu siç ka ndodhur edhe për muajin janar, shkurt, mars, na ka rezultuar muaj me mesataret e temperaturave më të larta se sa mesataret shumë vjeçare, dhe i tillë pritet që të jetë edhe ky muaj. Pavarësisht se presim, siç e thash në fillim, që java e dytë të jetë me temperatura më të ulta se sa temperaturat që na kanë shoqëruar përgjatë këtyre ditëve, prap kjo nuk do të thotë se do të kenë ndikim apo do të ulin shumë atë mesataren e muajit, për sa i përket vlerave si maksimale ashtu edhe atyre minimale. Por, gjithsesi, e theksoj sërish, analizat e klimës nuk bëhen mbi parashikimet, bëhen gjithmonë mbi matjet reale që ndodhin në një vend të caktuar. Për ta përmbyllur, Anira, cila është thirrja juaj për qytetarët shqiptar dhe si mund të përgatiten ata për një muaj të paqëndrueshëm siç është muaji prill, pra për parashikimet e paparashikueshme të situatës meteorologjike? Atëherë, thjesht përgjatë këtij muaji, sigurisht që do ketë ditë të ngrohta, por nuk është akoma koha që të heqim xhupat përgjatë këtyre 2 javëve, apo që të duhet të mbajmë çadrën me vete, pasi do të kemi ditë me reshje. Ky muaj pra nuk do t'i mungojnë ditët me reshje, le ta quajmë kështu. Anira, unë të falenderoj. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim deri në këtë momente me Anira Gjonin, përfaqësuese e meteorologjisë në Shqipëri, për të parashikuar muajin prill sa i përket situatës meteorologjike në vend.